Vladimir Putin është midis kandidatëve për çmimin Nobel të vitit 2014, informoi të mërkurën drejtori i Institutit Norvegjez të Nobelit. Në total një numër rekord për 278 kandidatësh dhe 47 organizatash janë nominuar për çmimin e lakmuar. Reuters informoi se anëtarët e komisionit u takuan ditën e martë dhe morën në shqyrtim propozimet të ardhura nga burime të ndryshme, ndërsa shtuan dhe propozimet e tyre. Papa Francesku dhe ish kontraktori CIA-s dhe NSA-s Edward Snowden apo Malala Yousafzai, i cila i mbijetoi një atentatit të talibanëve pakistanez pasi nuk ju bind urdhrit që e pengonte të arsimoj, janë gjithashtu midis kandidatëve. Protestuesit antiqeveritar në Tajland dhe Venezuelu nominuan gjithashtu. Në mënyrë pothuajse ironike përballë Putinit, kandidatët janë vendosur edhe disa disident rus, të cilët kanë braktisur Rusinë ose kanë kritikuar në mënyrë direkte presidentin për shkelet e lirive të tyre në vend. I akorduar për herë të parë në vitin 1901, çmimi Nobel shoqërohet me një çek për 1 milion eurosh. Fituesi do të njihet në të premten e 2 të tetorit, ndërsa çmimi dorëzohet në 10 dhjetor në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobel.